Një punëtor i ndërtimit ka rënë nga lartësia një objekti në Prishtinë. Ai është dërguar këtë hënë me urgjencë në QKK, njofton policia. Rasti ka ndodhur në lagjen Prishtinë e Re, ku një person mashkull ka rënë nga një lartësi derisa ka qenë duke punuar. Personi i lënduar është dërguar për tretman mjekësor, ndërkohë që policia në koordinim me inspektorët e punës dhe prokurorinë ka nisur hetimin e rrethanave që karakterizojnë rastin. Gjendja e tij shëndetësore është kritike. Është operu, gjendja është rënë. Jo zyrtarisht, mësohet se pronari i kompanisë është intervistuar nga policia në cilësinë e dëshmitarit. Rasti është iniciuar në drejtim të veprës penale, asgjësim, dëmtim ose heqje pajisjeve mbrojtëse dhe rrezikim i sigurisë në vendin e punës. Shënjestër.net